ose Yllin? Bashkimi për kësaj pauze ka me pas një përfitim edhe një humbje, me thonë. Përfitimi ka më konë që ka me pas kohë rikuperimi me Kinis, që është konfirmu që ka më konë pjesë e play-offit. Në anën tjetër prej përvojës që kom pas në 2020-ën, kër kena përfundu njëtë stinorin si kampion stinorin në vendin e parë, ajo pauza prej 10 dit, apo 2 jasë, më kujtojtë është bashkësak, neve një farë mënyre në ka dhonë një farë anemie, në ato ndeshjet e para me 5 që lojtarëve pak i ka mungu, nështë u konë edhe fajon që s'kena mujtë më angazhu në e lojnë bitësore, po s'ki mujtë se gjitha ligat tash janë në fazën finale që kërkush nuk donë me lujtë me dikon. E kështu që prapë që është tha dhe treneri, ka mu konë një gjysmë finale, une paka shumë e parasho Bashkimi, Ylli dhe Trepqa, Prishtina, një finale para finales, dhe e atër gjysmë finale nuk di, do më prapë edhe Bashkimi dhe Trepqa kanë një përparsi, sidomos ajo e tereni që është shumë e vleshme, po pas këtë gjitha këtyre, une si vjetë prognoza ime është që Bashkimi do tjetë kampioni Superligës. Me 4 Superligës. fiture. Andin Trepqa